Ju falemderit shefat e shtabeve vendore për këtë organizim madhështor në krye me shefin e shtabit komunal. Falemderit adash. Të nderuar të pranishëm, funksionar të Vlenit, krerë të Vlenit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Saraj. Sonte realisht Saraj e tregon veten e tij për ndryshimin e shumë pritur ndër vite. Unë dhe filloj këtë fjalinë time duke thonë se sonte u vërtetua unifikimi apo koalicioni kombëtar shqiptar, pasi që këtu pranë nesh janë gjithë liderat e Vlenit, të cilët qëndrojnë pranë nesh stoik, të buzëqeshur dhe krah për krah, dhe jo si ata tjerë që s'flasin ndërmes vete dhe na shesin pallavra duke na thirrë për votë kombëtare. Në duart e mia qëndron plan programi, apo thon thjesht zëri juaj. Vota për këtë plan program nuk është thjesht votë për Muhamet Elmazin. Është votë për familjen, fëmijët dhe Sarajin tonë. Ky plan program ka dalë si rezultat i vizitave tona derë më derë në çdo lagje, në çdo vendbanim të komunës tonë. Ky program ka të bëjë me të ardhmen tonë. Unë këtu kur flas për të ardhmen, kërkoj njëherë halallukun gjitha motrave, nanave dhe bijave tona, të cilat për këto një muaj, rreshtazi, nuk u ndalën duke kërkuar derë më derë votën për ndryshim. I lanë, i braktisën familjet e veta, fëmijët e tyre, vetëm për të ndodhur ndryshimi. Dhe ja unë sot para jush, them, motra, nana dhe bija tona, besoni se nuk do zhgënjeheni, se bashk do ta bëjmë një të ardhme shumë më të mirë për familjet tona dhe fëmijët tonë. Unë sonte do paraqes disa shtilla të plan programit tonë apo platformës tonë. Si pikë e parë është infrastruktura, ku theks të veçantë i vendojmë ujë të pishëm, ujë i cili buron në vendbanimin Rashje, furnizon gjithë qytetin e Shkupit, madej edhe në qytetin e Velesit arrin, ndërsa vendbanimet tona nuk e kanë. Unë e kam përsërit disa herë, edhe sonte publikisht, para gjithë ekzekutivit dhe para gjithë juve, them se nëse nuk do e zgjidhim bashkërisht me ju ujin e pishëm për një mandat të plot, asnjëherë nuk do paraqitem të kërkojmë mbështetje politike. Së bashku me qeverinë e Republikës Maqedonisë Veriut dhe me Ministrinë e Ekologjisë, do t'i zgjedhim gjithë infrastrukturën në toksore sa i përket ujit të pishëm dhe kanalizimit fekal dhe atmosferik. Do t'a lidhim Saraj nga Dian, a që e tha Bekim Fazliu. Parashohim në Saraj rrugën 20, apo rrugën Dardania si njihet. Ta shndrojmë në bulevard. Gjithashtu, parashohim rrugën rajonale, e cila lidh Radushën, Sillarën e Poshtme, Dvorcën dhe Kondovën, të lidhim me rrugë rajonale e cila është në përfundim e sipër dhe do kushtoj mbi 27 milion euro. Me këtë atë pjesë të cila ka mbet geto, qëllimisht e lënë pasdore, ne do ta urbanizojmë dhe do ta ngjallim. Do ta lidhim komunën e Sarajit me di komuna fqinje, me Ljegunovcën dhe Te Arcën. Do ta urbanizojmë çdo vendbanim toni. Edhe ashtu planifikojmë që në plan programin ton, komuna e Sarajit ndahet në 5 bloqe për urbanizim. Dhe te këto 5 bloqe parashihet çdo vendbanim, me të vetmi qëllim që qytetari të jenë afër dhe qytetari mjetet e veta, gjithë ajo mërgata jonë të investon në vendin e vetë dhe të bëj të ardhmen për fëmijët e tyre më të mirë. Kthejmë liçenin Treska dhe kanjonin e Matkës në qendra turistike. Investojmë në 4 godina shkollore të treja, në Matkë, Shishov, Laskarc dhe Sillarët e Epërme. Ndërtojmë 3 qerdhe të reja, në Gërçec,
duke i dislokuar të pastrehurit, bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ndërtojmë qerdhe të re në Bukoviç dhe ndërtojmë qerdhe të re në Sillare të Poshtme. Të dashur vëllezër e motra, do na pyet dokush si di realizojsh gjithë këto projekte kur ishe pjesë e atyre të cilët për 22 vite na dolën me pallavra dhe asnjë nga këto projekte nuk i realizuan. Unë ju them se Muhamet Elmazi ka reflektuar dhe sot është me popullin e vet, me përkrajin e këtij popullit, duke i gërshetuar pushtetin në qytet Shkupit dhe pushtetin qendror, ne këto projekte do i realizojmë. Mande, ministër të çështjeve evropiane, është vllau im Orhan Murtezani, po nga vendbanimi im, po nga Dërveni, i cili udhëheq me një nga resoret më të rëndësishme të qeverisë, ku Bashkimi Evropian për vitin 2026 ka ndalë 350 milion euro për shtetin tonë. Andaj, Orhani është garant për gjithë këto projekte që të i realizojmë së bashku. Për fund, për mos me zgjat më shumë, dhe e bëj një thirrje publike apo mesazh politik siç njihet, të gjithë mësimdhënësit, të ata të cilët janë në kontratë pune në kuadër të qetit Shkupit, në kuadër të komunës së Sarajit. Dilni dhe votoni. Garant jam unë, si emër i përveçëm, se asnjëri nga ju nuk do largohet nga puna dhe mos bini pre e presioneve të cilat për çdo ditë va bëjnë ata të cilët ju kushtojnë. Ne nuk dhe kushtojmë askënd me kontratë pune. Ju falemnderit vëllezër, shifemi sot në javën fitore.